Mirëmëngjes. Sot kam shkollë dhe shpresoj që t'ju marr me vete gjatë gjithë ditës time. Le të shpresojmë. Nuk jam e sigurt për këtë, nuk ju premtoj, por gjithsesi. Unë jam bërë gati, jam veshur dhe po dal jashtë që të shikoj kur do vi Fukoni. Le të fikim dritat, edhe më shumë mundësi kjo do bëhet me parte, pasi kam vetëm 3 minuta dhe nuk e di sa mund të tregoj. Ka rënë që gjithë natën, edhe që ka bërë këtu vendi balt. Atëherë aktualisht është orën 7:05 dhe më lëni t'ju tregoj pak uniformën e shkollës, një ndër. Kjo është uniforma e sportit, pra kostumi sportiv. Dhe zhyja më e hajrit që ka uniforma, sepse të tjerat s'janë gjë. Po kjo është më praktike dhe e veshëm dhe kur s'kemi fizkultur. Mund të them me plot gojë që jam e vetmja që pres Fugonin jashtë çfarë kore para. Atëherë, këtu po ngjisim 5 shkallë. Dhe ja ku është klasa. Dhe këtu do merrni vesh se sa vjeç jam. Atëherë, sa po dolëm nga provimi i letërsisë, që ishte një provim diagnostifikues. Dhe provimi ishte i vështirë sepse alternativat ishin shumë të përafërta dhe mund të ngatroheshe. Por le të shpresojmë që kemi dalur mirë. Le të shpresojmë. Tani kemi fizkulturë. Do bëjmë mësime volejbolli. Gati këtu, kampionet. Mbyllëm matematikën. Ku po shkojmë ne tani? Anesa. Atëherë është ora 2:36 dhe unë sa po dola nga shkolla. Tani le të shikojmë se ku do ikim. Unë tani po pres burrin. Të burrin e famshëm që sa më keni kritikuar sot. Por gjithsesi. Unë jam pozitive, unë nuk jam marrë për keq. Ju thoni çfarë të doni, unë mbetem pozitive. Edhe ky boti këtu që na u ngjit shumë afër, po gjithsesi. Po pres burrin të mbaroj punë tek berberi, që të qefet. Pastaj shpresojmë që të hajmë një drek të mirë, pasi dreka shkollës nuk më pëlqeu. Mu qef. Shihemi tek part 2. Bye bye.